Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria kërkon një antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Shqipërisë gjatë fjalimit të mbajtur në debatin e përgjithshëm vuri theksin tek roli i Kosovës si kontribuese e paqes dhe dialogut në Ballkanin Perëndimor. The newest state in our region, the Republic of Kosovo, is increasingly contributing to peace, dialogue and coexistence in the Western Balkans. 17 years after declaring its independence, Kosovo has demonstrated through its actions that it is a responsible member of the international community, committed to peace, stability and democratic values, with strong institutions and a vibrant population. Bajram Begaj tha se 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dëshmoi me vepra se është një anëtare e përgjegjshme e komunitetit ndërkombëtar përkushtuar ndaj stabilitetit dhe vlerave demokratike. Krahas asaj, presidenti Begaj kërkoi që të drejtat dhe liritë e shqiptarëve të luginës së Preshevës të respektohen, që shqiptarët atje të mos diskriminohen, por të integrohen, që gjua shqipe të përdoret, kultura, vlerat, identiteti dhe traditat e tyre të mbrohen dhe promovohen. Albania calls for the rights of Albanians in the Preševa Valley to be respected, that they not be discriminated against, but rather integrated, that the Albanian language be used, and that their culture, values, identity and traditions be protected and promoted. Ministri e Punëve të Jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali kërkoi nga Bashkimi Evropian heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës në takimin e grupit të miqve të Ballkanit Perëndimor, i mbajtur në New York. Ajo ka thënë se sanksionet ndaj Kosovës duhet të hiqen ndonse kërkoi më shumë përgjegjësi ndaj tyre. Për të ardhur keq institucionin në Kosovë po ngecin, puna arse sa vullnet politik ka nga të gjitha palët për t'i kaluar këto vështirësi. Dua të them që sanksionet ndaj Kosovës duhet të hiqen, por sigurisht institucionet në Kosovë duhet të jenë më përgjegjëse, duhet të respektuar dhe sovraniteti dhe integriteti territorial, ta Spiropali. Në këtë takim ishte pranishme dhe presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola. Presidenti i Republikës Kosovës takon përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë Kaja Kallas dhe kërkon heqjen e masave të Bashkimit Evropian. Për Vjosa Osmani, këto masa janë të padrejta dhe po dëmtojnë të gjithë qytetarët. Ajo theksoi domosdoshmërinë e heqjes së këtyre masave në mënyrë që të mos synohet partneriteti ndërmjet Kosovës dhe BE-s. Në këtë frym ritheksova domosdoshmërinë e heqjes së masave të padrejta të BE-s ndaj Kosovës, të cilat po i dëmtojnë qytetarët tanë pa përjashtim, deklaroi Vjosa Osmani. Kosova akuzon Serbinë për shkelje të hapësirës së saj ajrore. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveshla tha se kohët e fundit ka një lëvizje të paautorizuar apo shkelje së hapësirës ajrore përmes dronëve, të cilët kohë pas kohe qarkullojnë apo shkelin hapësirën tonë ajrore. Sipas ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Zveshla, ngjarjet janë duke u hetuar në mënyrë profesionale në bashkëpunim me KFOR-in dhe shërbimet partnere. Kroacia, Malizi, Shqipëria, por dhe Bullgaria dhe vendet e tjera fqinje nuk mund të jenë të cënueshme nga Serbia. Potencialisht janë dy vende të cilat Serbia do të mund t'i cënonte. Ato janë së pari Bosnia dhe Hercegovina dhe Republika e Kosovës, deklaroi ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës. Moldavia akuzon Serbinë se operativ të dyshuar rus kanë trajnuar qytetar nga Moldavia në territorin serb me qëllim që ata të nxisin trazira masive para zgjedhjeve parlamentare që mbahen këtë fundjavë. Autoritetet moldave informuan për 250 bastisje dhe kanë arrestuar 10 persona si pjesë e një hetimi lidhur me një plan të dyshuar të koordinuar nga Federata Ruse përmes elementëve kriminal. Ata thanë se shumica e të dyshuarve ishin trajnuar në Serbi. Kjo është hera e dytë që autoritetet e Moldavisë pretendojnë se Serbia është mikpritëse e qytetarëve moldav, të cilët po trajnohen nën patronazhin e strukturave ruse. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.